Pasi bëri atë që rrallë qenie njerëzore do ta bënin, Nureddin Tumani bëri përsëri llogaritë e fundit se si mund të anashkalonte drejtësinë. Duket ja doli përsëri, u bëi penduar i drejtësisë, mori mbrojtje nga shteti dhe futi në burg, shok miq e armiq. Edhe pse Dumani njihet si person me rrezikshmëri të lartë jashtë burgut, ai edhe brenda ambienteve të qelisë vijon të jetë një Don Juan. Fillimisht, ai ka patur një të dashur nga Kosova 20 vjeç, me të cilën bashkëtonte në momentin që u arrestua. E pyetur nga policia, ajo ka thënë se është gënjur nga Nureddin Tumani, që në fillim të njohjes së tyre, pasi ai është prezantuar me emrin Arvid Spahiu. Fotoja në dokument ishte e tia, kurse emrin e kishte Arvid Spahiu, shprehet vajza. Pasi kishin lidhur kontaktet bashk, ata vendosën të informonin edhe prindrit e 20 vjeçares për lidhjen e tyre. Pas marrjes së bekimit nga prindrit e vajzës, çifti ka filluar të bashkëtojë dhe kur familja e 20 vjeçares i ka kërkuar Dumani që të takojnë familjarët e tij, ai ka thënë se të afërmit ndodheshin në Francë dhe jo në Shqipëri, rrjedhimisht nuk mund të takoheshin në atë moment. Në kohën që ai ka bashkëtuar me 20 vjeçare nga Kosova, ai ka qenë edhe i martuar dhe baba i 2 fëmijëve. Dumani ka preferuar ta mbajë hermetike jetën e tij private. Ai është i martuar, gruaja dhe fëmijët, për shkak të problemeve që ai ka patur gjithmonë, kanë jetuar jashtë Shqipërisë. Por, pasi ai u bë bashkëpunëtor i drejtësisë, bashkëshortja e Dumanit ka përfituar azil në Suedi, së bashku me 2 fëmijët e saj. Bashkëshortja e Dumanit u përfshi në një debat edhe me Alda Nikolin, kur kjo e fundit i tha se kishte lidhje me Dumani në burg, ndërkohë që Dumani, për të siguruar gruan që nuk kishte lidhje të tjera, i ka bërë presion Nikolit që të tërheqi deklaratën e saj e të mos e shkatrojë marrëdhënien me bashkëshorten e tij.